Pozitës, por ta lokalizojmë pak, qëndrojmë tek Tirana, tikim nga kuvendi i Republikës së Shqipërisë, shkojmë tek kuvendi i qytetit pseudo-autonom të Tiranës dhe një pseudo-kuvendi. Ndoshta do të ketë sot një mbledhje të paktën të këshilltarëve socialist për të shkarkuar idhullin e tyre të dieshëm Erion Veliajn, që tani më ndodhet si banor i Durrësit në qelit e paraburgimit ende jo i dënuar nga drejtësia speciale. Kam në studio në fakt edhe për arsye të tjera zotin Dorian Teliti, i cili rikthehet në kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Dhe Teliti, mirëmëngjes. Është ditë e mirë për ju apo ditë e keqe kjo? Është ditë e vonuar. Ditë e vonuar sepse ne kemi kërkuar për shkarkimin e Veliajt. Në zota merr të Veliaj mandatin, se dim shumë se e mori 2023-shin. Po e mori si e mori me 5 me miqtë me shokët e vet në para, me të fortë, me administratë kështu me radhë. Juridikisht ishte kryetari i bashkisë. Momenti që ai u arrestua në shkurt të viti, në një vend demokratik që aspiron për të integruar Bashkimin Evropian, një kryetar bashkie normal i Abdulrahim. Po megjithatë pritëm 3 muaj, ai sa thot ligji, që mund ta zëvendësoj njëri prej zëvendësave të vet. Dhe në maj, grupi i Partisë Demokratike, këshilltarë e Partisë Demokratike, dorëzuam kërkesën tonë që të mblidhet mbledhje urgjente e Këshillit Bashkiak për të trajtuar situatën juridike të kryetarit të bashkisë dhe automatikisht më pas shkaloi edhe në shkarkimin e tij. Kërkesë që nuk u trajtua kurrë nga Këshilli Bashkiak. Mohohej madje. Asnjëherë nuk u fut rendite. Deri ditën që javën e kaluar, i madhi, 11 shtator, dha urdhër këshilltarëve të vet, Partisë Socialiste, që të mblidhen në format urgjent për të bërë pikërisht atë që ka kërkuar opozita që këtu e 4 muaj më parë, që në muajin maj. Gjithsesi, po kalojnë ditët, ende s'po mblidhen. Edhe urdhri i madhet nuk po shkon deri diku. Çfarë po ndodh brenda grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste? Tani që kanë dhe kandidatin. Ata kanë filluar fushatë nga njëra anë, prandaj nuk po shkarkojnë të vjetrin. Pse po? Më sa duket, unë në shoh që mbas informacioneve që kemi ka ai grupi Velia i këshilltarëve brenda ka atë hatërmbetjen e vet. Dhe normalisht kryeministri dëshiron që vendimarrja të jetë me gjithë votat e Partisë Socialiste. Do të harrosh tek edhe votat e Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës, pra kjo do jetë një nga vendimet e cila miratohet me 61 kartonat e Këshillit Bashkiak. Por doj që brenda Partisë Socialiste vetë kartonat të jenë, pra të jetë vendimarrje unanime. Gjë që më sa duket nuk e ka arritur dhe do i mbledhë sot. Do i bëj atë rezumen e radhës, do i bëj trajnimin e radhës, për të thënë se sa e rëndësishme është që 2-3 ditë të ardhshme praktikisht të blidhemi dhe të votohet. Një gjë ka rëndësi sot. Që Erion Veliaj të shkarkohet zyrtarisht, nuk e shkarkon dot Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin e Këshillit Ministrave. Këshilli Ministrave më pas të kalojë në shkarkim zyrtar me vendim të saj, dhe të hapet rruga një orë më parë për zgjedhje. Pra nuk mban më ujë pilafi, pasi Tirana sot jo s'po menaxhohet, por nuk ka menaxhim. Kush është sot kryetari i Bashkisë Tiranës? Po s'ka rëndësi për te politikës, është në kolaps qyteti, jo se po shkëlqente kur ishte Veliaj. Absolutisht, po zgjedhja ka shkuar akoma dhe më keq. Një pyetje kam. Ndoshta duhet automatikisht. Kam një linjë mendimi këtu që do ta ngacmoj me ju. Tani që Veliaj dhe drejtorat e PSD-s janë në burg, Bashkia e Tiranës po i vjedh qytetarët më shumë se përpara apo më pak? Shiko, aty është bërë një mall pa zot. Të paktën përpara dihej se kush ishte hajduti. Sot tashmë u fusin duar të tërë. Çka ka dëshuar me krahasime përpara kur ishte Veliaj? A paguat sot incineratori si përpara? Paguat. A bën sot tendrat pagarit si përpara? Po i së bëhet. Arrit të fryt administratës si përpara që frytet Veliaj? Ta zvoglojmë pak, nëse më lejone. Qëndrojmë te hapësirat publike dhe skandali piranjave. Skema 30%. Po vazhdon ajo? Ka vazhduar? Mund të jetë stop, që për të vazhduar, vazhdon. Se çdo skemë kriminale asnjëherë nuk shuhet. Gjithmonë fenomeni ekziston. Ajo që do të bërë nga struktura shtetërore është minimizimi i saj. Kam ide që 2-3 javë të fundit që bërë ky aksioni, mund të jesh shkëputur të marrëdhëniet e momentit, pra të jap të marrë të pagesat mujore. Pasi ishin po këta që merreshin paratë 30% në famshë që thanë vetë, pra e shpjeguan vetë skemën shumë qartë. Shkonin tek individi, shkonin te bizneset dhe thoshte sa hapësirë ke, po. Do paguash 500-600.000 lekë apo na hapësh 200.000 lekëshin edhe shifri muajin që vjen. Edhe është një situatë A nuk ishte kjo një ngjarje më e rëndë për qytetarët e Tiranës se sa fuzion?
një nga shumë shkaqet për cilat keni protestuar kundër Velit, a mos duhet ju ta bllokonit plotësisht punën e Bashkisë Tiranës në momentin që e dim që ekziston kjo lloj skeme kriminale marrjes parave të qytetarëve? Kjo skemë kriminale ka ekzistuar dhe shfuqizuar shumë të vite. Dinim shumë gjëra, kur del në televizor, ju e dini që publiku ka një ndjeshmëri tjetër. Momentin që ka dalë tashmë publike një skenë e tillë ku vetë individi, vetë personi, përgjegjës i zone të rajoneve të Tiranës, deri dhe deklaron dhe shpjegon dhe vetë skemën e vet. Tu tashmë do të dalin përgjegjësitë. Ka dalë një nga drejtorët e bashkisë marrë përgjegjësi për të punë, se ka dhe ai e pror. Ai punon të drejtoria taksave të Tiranës, tarifave të Tiranës. A ka dalë prorët e vet të reagojnë për të pjesë? Jo. A ka dalë ndonjëri nga drejtorët e përgjithshëm të bashkisë që kanë vërsi? Po, a e kanë strategji këta që ta heshtin si skandal duke mos dalë? Dhe nuk është detyra juaj? Çdo strategjia është që këta të heshtin. Po neve detyra jonë është që neve të ngrejmë zërin. Dhe që kemi ngritur zërin për çdo skandali që ka ndodhur në bashkinë e ato që kemi marrë neve dieni, pasi për diçka jemi bindur, jo për çdo gjë është në dieni opozita. Mund të ketë gjëra të cilat neve nuk kemi ende dieni, dhe prandaj neve na mohohet ngritja e komisioneve të kontrollit brendshëm, për shembull financiar. Për neve na mohohet auditet e brendshme auditet e jashtëm që neve kemi kërkuar, që të kontraktohen me fondet e Këshillit Bashkiak, kemi fondet vetë Këshilli Bashkiak ka fondet vetë, që i djeg, nuk i përdor. Që vend i përdorë për trajnime, për udhëtime, ti përdorë për të kontraktuar një audit të jashtëm për të parë si është situata reale, bërë fotografinë çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Prandaj neve na mohuar këto lloj instrumentash ligjore me forcën e kartonit të mazhorancës. Janë mohuar pse? Sepse e di që aty ka problematika. Sepse po mos është problematika, normal do thonë vazhdoni, kontrolloni, asgjë s'do gjeni. Ndërkohë që ata dinë shumë se çfarë ka ndodhur. Këto janë fenomene të cilat diheshin. Janë fenomene të cilat ishin të përhapura, ishin deri diku të ligjëruara brenda Bashkisë Tiranës. Ishin pjesë e punës, pa kush do vinte si specialist terreni apo shëndetori terreni, dinte tarifën e vet që do paguante te teprorët e vet, se si do ndanta 30%, 40%, 50% varësi të zonave. Pasi që pa dhe të piraj, varësi të zonave, ku paguhesh 4.000 lekë ishte ndryshe, ku paguhesh 7.000 besin ishte ndryshe, ku paguhesh 15 tarifa ishte tjetër. Varësi të zonave, tarifa do paguheshin edhe shkonte deri në nivel kapilar, deri në nivelin më të lartë. Ore, këta janë parat që janë hedhur në zgjedhje. Jo, e kanë fjalën edhe diku tjetër. Përveç kësaj pjese që sigurisht një pjesë e publikut ka pritur që ju të kishit një reagim të ashpër për fshirje piranjat, pristin që disa këshilltar bashkiak të kishin reagim të fortë. A mos ishte ky një moment inteligjent për të bërë një pakt të ri, një kontratë re sociale me qytetarët e Tiranës, sepse ishte dhe ironia e faktit që mirë bizneset që kanë paguar bashkinë, kanë paguar dhe taksidarin e bashkisë që vjen si Corleonez që të merr picën. Por tani më edhe ju prish biznesi, pasi ka lënë lesht në të gjitha kuptimet e fjalës. A mos ishte ky një moment që mund të ishte treguar më? Ne kontratën me qytetarët do lidhim zgjedhjet parakoshme. Ne kontratën me qytetarët do ta nxjerrim të dalim tashmë këto ditë edhe me kandidatin ton. Të opozitës që uroj të tjetë kandidat gjithë përfshirës, gjithë faktorët opozitar, që të përfaqësoj të gjithë çdo vot, çdo individ i cili është kundër mënyrës si po ecin gjërat në nivel Shqipëri apo në nivel Tirana. Se si funksionojnë gjërat të bashkohet rreth këtij kandidati, në mënyrë që të maksimizojmë shanset që të bëjmë rotacionin politik në Tiranë. Ajo do jetë kontrata me njerëzit. Kontrata me njerëzit është në nivel politik, patjetër pra me kandidatin ton dhe me ekipin përkatës të tij për të dhënë atyre një vizion ndryshe. Shiko, Flavio ti je gazetar historik. Ke vite e vite që punon. Kur është bërë debat e fundit për Tiranën? Kush bëri debat problematikat që kanë njerëzit? Kush bëri debat këtu për hallet që kanë njerëzit? Kush bëri debat si të zhvillojmë Tiranën? Si për sektorin e arsimit në Tiranë, për sa i përket shëndetësisë në Tiranë, për sa i përket infrastrukturës në Tiranë. Kush bëri hera fundit? Unë uroj shumë që kësaj radhe, ndryshe nga herët e tjera, ku ne kemi kërkuar debatin, kemi rastin e Belit Kylliçit, e kërkuam debatin. Nuk vinte rezidenti Durrësit në debat. Çfarë bëjmë ne? Nuk vinte debatonte për Tiranën, se ditë shumë çfarë do fliste. Se si e kishte helmuar Tiranën 18 herë më shumë ajrin të ndodhur se mesatarja e vendeve europiane, se niveli lejuar nga OBSH-ja. Se si ka betonizuar Tiranën dhe na ka zhdukur liçe ku neve lodhshim, ne unë dhe ti kemi qenë fëmijë, dhe jemi rritur zbathur në rrugët e Tiranës si lodhshim në përlagjet tona. Se si nuk ka sot mundësi që ti dalësh mëngjes dhe të mos vonosh 40 minuta, 50 minuta në trafik për të çuar fëmijën tënd në shkollë. Se si është mundur që ti sot nuk ke një hapësirë publike, nuk ke një qendër sociale për njerëzit edhe të boshuar. Për shkollat ende me detyrim. Nuk ekziston më ky qytet. Kontrata jon. Një konvikt i madh betoni. Ky është do të jetë historiku i të kaluarës. Pra, menaxhimi Veliaj dhe i Partisë Socialiste në Tiranë
A mos është menaxhimi Rama në tentativë për mandatin e 7? Shiko, Rama do tentoj, Rama do tentoj dhe është në drejtë e tij politike, jo ligjore, në drejtë e tij politike të tentoj 27 mandate. Është amash detyrën tonë, si opozit, si qytetar fillim fare. Edhe si opozit, që neve të bëjmë të mundur që kjo gjë të mos ndodhi. Dhe kjo fillon që me zgjedhjen e kandidati gjithëpërfshirës, kandidati i cili të jetë më i miri ndër të mirët që neve kemi, sepse kemi 10 kandidatura, të cilat janë taftë, thjesht bëjnë një gardë bukur, bëjnë edhe rotacionin, pra që dhe rezultati real konkret përballë Manastirliut në këtë gazh do ndodhi gjatë 2-3 muaj. Lëm një sekond kandidatin tuaj, ju lutem. A është Manastirliu një kandidate në letër aq e defektoze sa mund të keni një shans të ardhë në raport me Tiranën dhe qytetin e Tiranës? Shiko, çdo kandidat me këtë historik menaxhimi të 3 mandateve të fundit. Ka historikun e vet Manastirliu që është goxha gjakatar, zoti. Është po të shtosh pastaj. Pra historiku i vet punëve të Bashkisë Tiranës si drejtimin e Partisë Socialiste është historik negativ. E para kjo. E dyta, po të shtosh edhe figurën e kandidatit të ri të Partisë Socialiste, i cili vjen nga keq menaxhimi i Covidit. Një arsimit. I cili vjen nga fakti që në 2025 ne kemi shkolla me 2 turna. Ende kemi kurrikula të cilat shkojnë një student të studiojnë, po punë nuk gjejnë nesër. Që ende kemi rinin, e cila është larguar për një nga aktorë, një nga faktorët kryesorë ka qenë pikërisht cilësia dobët e arsimit. Dhe kjo zonjë ka qenë përgjegjëse gjatë 3-4 viteve të fundit. Ka qenë përgjegjëse pikërisht për të sektor. Kjo të bën akoma dhe më të lehtë betejën tonë politike në këtë garë elektorale për Tiranën. Pasi normale, ne nuk do shkojmë aty thjesht të flasim për të ardhmen, po të bëjmë dhe rezume, të bëjmë skanerin, se kush është ai që do të marrë në dorë të ardhmen tonë. Ti është kryetari i bashkisë që në dorë të ardhmen e Tiranës. Deri diku edhe gjysma e Shqipërisë praktikisht në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin social, gjysma e Shqipërisë jeton në Tiranë. Ka 1 milion banor në Tiranë. Shqipëria është 2 milionë shtatar. Kështu që është e lehtë për neve sot, për këtë vështrimin tim, në rast se faktori opozitar, bashkohet auditori, rreth një kandidature të mirë, të siguroj që rotacioni është mos e i bëshëm. Kujtojmë zgjedhjet e fundit. Edhe to që votën zgjedhjet e 11 majit. Por sa mori Partia Socialiste në Tiranë? 48%. 48%. Do thotë që ka 52% të elektoratit që ka votuar, i cili nuk ka dhënë votën për Partinë Socialiste. Kur këtë 48% që është dhe vota bler me 100 euro pensionistëve. Është dhe vota e diasporës e manipuluar, po është edhe vota e trysnuar e administratës publike, po është edhe vota e gjobave të falura, që nuk ekziston kur të falësh gjoba ti që ke vendos vetë 5 ditë para zgjedhjeve. Dhe të gjitha këto në fund fare, arritojnë 48%. Çdo thotë që ke një faktor të 52%-sh, të cilët ti nëse arrin ti mbledhësh aty kandidaturë të mirë, të siguroj që rotacioni është i bëshëm. Dhe rotacioni është sot një domosdoshmëri. Jo thjesht sepse është bërë klishe thuash se ne jemi opozitar dhe duam ndryshimin, por përsëris dhe ja ku është modeli. Kemi një model të sanksionuar 3 mandate. Përditshmëria e Tiranës e tejkalon opozitën. Përditshmëria e tmerrshme e Tiranës e tejkalon opozitën, kam përshtypjen zoti Teliti, kështu që është për te nevojës tuaj për ndryshim, ka nevojë të kemi ujë drita një herë, se po na vdes edhe ambasadori i Bashkimit Evropian me era amoniaku i shkretit se nuk punon. Do të thonë ajo punon, por nuk ka ujë. E fundit, a mendoni se Manastirliu do të ketë takatin për të bërë skemën Velie në procesin elektoral? Apo është skema Rama jo? Shiko, arkitekti dhe drejtuesi i gjithë skemave është kryeministri. Mos shihemi kot. Po të kishte pas Velia skemën e vet, të sofistikuar dhe pavarur, të paktën këto muaj do kishin ndryshuar sa gjëra në Bashkinë e Tiranës. Fakti që historiku nga muaji i shkurt, 10 shkurtit deri më sot, është i gjatë kanë vazhduar po njësoj, tregon që kryetari real i Tiranës nuk ka qenë Velia, po ka qenë Edi Rama. Pra, dhe një skemat që janë përdorur gjatë këtyre viteve fundit, që u përdorën edhe para 4 muajsh në zgjedhjet e 11 majit, të siguroj që do të tentohen që të përdoren përsëri. Detyra jonë është të stopojmë maksimalisht të skema dhe të shkojmë te qytetarët dhe të japim atyre alternativën. Dhe alternativa përsëri fillon me një emër të mirë, dinjitoz, burr apo gruaj qoftë ai, do ta vendos struktura detuese Partisë Demokratike dhe të opozitës bashkuar, sepse përsëris edhe një herë, me gjithë mashtrimet që ndodhen në 11 maj, vetëm 48% mori Partia Socialiste. Shanset i kemi maksimale për bërë rotacionin sot, dhe që kur shkojmë pastaj në 2027, pas vitit gjysmë përsëri në zgjedhje, ta kemi të blinduar, le të themi ndryshimin politik që vjen më pas, edhe vitet e ardhshme në zgjedhjet. Po patë Tiranën